Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Pot Flas. Sot do flasim për një temë ndryshe nga herët e kaluara. Sot do flasim për kërcimin, për lëvizjet, për atë që fëmijët i bën të shikojnë botën, ndoshta me shumë ngjyra përmes lëvizjeve të tyre. Për këtë arsye kemi të ftuar Endrin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Unë jam Endri, jam koreograf, balerin, prej shumë vitesh tashmë, po bëj një prezantim të shkurtër për veten. Unë dhe nusja ime, sepse jemi të dy, pavarësisht se ajo nuk ndodhet tani. Ne kemi mbaruar Akademinë e Arteve në 2010-ën dhe direkt sapo kemi mbaruar shkollën, kemi hapur akademinë ose studion tonë të parë të baletit, ku tani jemi në vitin e 16, ku japim mësime baleti. Përveç kjo është pjesa më e rëndësishme, pastaj kemi edhe gjëra tjera, evente plot që kemi bërë gjatë rrugtimit tonë, që na ka arritur ne profesionalisht. Si kemi qenë koreograf dielës shqiptare prej 3 sezonesh, koreograf të shumë eventeve. Një eksperiencë të gjatë. Po. Kjo është pak a shumë ti bjem shkurtse. Faleminderit. Okay. Ajo çfarë edhe ju jeni të ftuar sot është arsyeja për fëmijët, duke qenë se Pot Flas i dedikohet vetëm fëmijëve dhe adoleshentëve dhe duke parë gjithë punën tuaj dhe përkushtimin tuaj me fëmijët, do trajtojmë sot pjesën e kërcimit dhe tek fëmijët. Çfarë është diçka ndryshe që është tek fëmijët në ditën e sotme në profesionin tuaj që ju e shikoni çdo ditë me fëmijët nëpërmjet kërcimit? E ndryshme në krahasim me çfarë ka qenë? Po, dhe tani normalisht fëmijët sapo vinë edhe kanë më pak hapësira, le të themi për të qenë të lirë, le të themi për të luajtur, për të zhvilluar aktivitetet e tyre. Dhe sa më pak hapësira të kenë, aq më shumë domethënë duhet që prindrit ti nxisin dhe për të marrë me aktivitet fizik, sepse aktiviteti fizik është gjëja më e rëndësishme për njeriu, për fëmijën, për njeriu, për domethënë është gjëja që duhet të jetë normale në jetën tonë, jo të jetë diçka, le të themi, e shtuar ose çfarë përfitojnë fëmijët? Sigurisht në një kurs kërcimi, përveç se pjesës së aktivitetit fizik, mësojnë se si të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, me grupin, që kjo është shumë e rëndësishme, se si të njohin veten nëpërmjet lëvizjes, nëpërmjet asaj komunikimit jo me gojë, por komunikimit me nëpërmjet lëvizjes, që është shumë e rëndësishme, të kuptojnë limitet e tyre, le të themi, deri ku mund të veprojnë dhe deri ku ato duhet të ndalojnë, që kur janë fëmijë të vegjël këto gjëra i kanë pak të vështira, por gjithmonë kjo gjë bëhet jo, domethënë sepse kur flasim për pjesën e disiplinës, sigurisht që të disiplinon kërcimi. Qartë ato rregullat, të kuptosh. Të disiplinon, por nuk duhet ngatrojmë disiplinën me urdhrat, le të themi. Unë mendoj që disiplina fillon nga dashuria, që do të thotë kur dikush përfshihet, dhe këtu flasim dhe për pjesën, këtu futet dhe yoga, le të themi, domethënë se përfshirja sjell disiplinën, që do të thotë kur ti dashuron të bësh diçka, kur ti e do diçka, ti përfshihesh në mënyrë automatike sepse vëmendja jote është aty. Kështu që edhe në profesionin ton është shumë e rëndësishme që mësuesi të jetë ta kuptoj këtë gjë së pari, që fëmia nuk mund të disiplinohet duke urdhëruar, por duke e përfshirë totalisht në atë gjë që bën. Domethënë, në këtë moshat e vogla kryesisht nuk është se vinë për të bërë profesionist, sepse nuk mund të bëhesh, vinë për tu përfshirë dhe për tu kënaqur. Për të marrë të kënaqësinë. Kur ti arrin ta bësh një fëmijë që të jetë aty, ky është suksesi më i madh dhe pastaj fillon dhe kupton që ka diçka, ka një aktivitet fizik që ty të ndihmon, për të qenë mirë.
Dhe kur ti rritesh me këtë lloj aktiviteti, disipline që unë 2 herë në javë do shkoj në kurs baleti ose 3 herë në javë do shkoj në kurs baleti ose 2 herë në javë do shkoj në kurs, le të themi çfarëdo lloj kursi që është aktiviteti fizik ose edhe pikturë dhe tjerë. Ti fillon dhe krijon një lloj disipline, le të themi, nga kënaqësia dhe nga dëshira që ke ti. E qartë, një rutinë, e qartë. E duan fëmijët me vërtet të aktivitet, sidomos vajzat. E duan shumë, sepse çlirojnë shumë energji, domethënë kur mbaron kursi, domethënë prindit janë shumë të lumtur. Kjo ka rëndësi. Sepse të shkojnë në shtëpi do hanë diçka dhe do flenë. Nuk do rrinë në telefon sepse janë të lodhur nga ky lloj aktiviteti, kështu që kjo. E qartë. Përveç kënaqësisë që kryesisht fëmijët marrin nga aktiviteti i kërcimit, edhe ajo çfarë ju përmendet, kënaqësia ose përfshirje ose ajo socializimi në grup ose që bën atë sharing me njëri tjetrin në klasë, çfarë përfitimesh tjera mund të flasim dhe mund të përfitojnë fëmijët nga kërcimi? Atëre, përfitimet përveç pjesës socializime dhe fizike, patjetër. Për tani po të shikojmë kemi shumë probleme me shtyllën kurrizore, kemi probleme të shumta, skolioz, kërcimi, aktiviteti fizik i ndihmon shumë sepse ushtrimet janë të tilla që ndihmojnë forcimin e shpinës, krijimin e elasticitetit të shpinës, të muskujve. Domethënë përveç se elasticitetit edhe forcohen. Domethënë është përfitimet janë të jashtëzakonshme. Pastaj kur kalojnë klasa profesionale, kur kalojnë atëherë përfitimet janë akoma më të mëdha, se një trup balerine, një fizik balerine është fiziku më, le të themi, për mua është më i miri. Tani sigurisht gjithë çdo sport ka të vetën, po që është i ndërtuar i tillë që është shumë fiziku më i miri mundshëm. E qartë. Po pjesa e përshëndrimit vëmendjes duke marrë parasysh se teknologjia sot dhe aktivitetet në mungesë jashtë të fëmijëve lora të lira. Kjo është aftësia e mësuesit pastaj. Se sa arrin mësuesi ta përfshi fëmijën. Domethënë sot, duke qenë se çdo gjë që shikojnë nëpër telefona është shumë e shpejt dhe shumë të tërhequr gjithkohës, fëmijët janë mësuar me gjëra shumë të shpejta. Tani në qoftë se do flisim para 16 vitesh, një fëmijë ti mund për shembull mund të rrihet ja shpjegoje, le të themi një lëvizje ose një koreografi, nga fillimi mund të rrihet 1 orë me të. Sot kemi arritur që ti nëse rri çerekore me një koreografi duke e shpjeguar, nuk e ke më vëmendjen e fëmijës. Domethënë fëmia fillon dhe mërzitet, fillon dhe është më se normale, dhe domethënë ne mësuesit duhet të përshtatemi dhe nuk duhet luftojmë me këtë gjë. Unë mendoj që nuk duhet të luftojmë me teknologjinë, sigurisht që ka rregulla, por duhet që fëmijët ne të updatohemi si mësues që ta bëjmë orën sa më interaktive që ata të përfshihen dhe ta bëjnë orën e plot. Dhe këtu pasaj shikohet që ti e mban dot një fëmijë në kurs apo nuk e mban, varet nga aftësia e çdo mësuesi që ta bëj këtë gjë, sa i zoti është. Gjithsesi, përveç kësaj, se duhet të flas për diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, fëmijët mësohen dhe ta duan tjetrin, dhe shoqen. Domethënë po të shikojmë në kohët e fundit kemi edhe një tendencë që të gjithë duan të jenë të parët. Kjo është edhe egoja e njerëzit kryesisht. Domethënë neve duam të jemi gjithmonë të parët. Dhe është shumë e rëndësishme që kur shkojmë në për të tilla vende, po këtë po ja të them dhe mësuesve që do më ndjekin, që ne fëmijët i mësojmë që egoja nuk i bën mirë. Pse? Sepse në momentin që edhe prindërve po ja them këtë gjë. Sepse në momentin që ti thua një fëmijë ti do të jesh i pari. Ti ke hequr totalisht gjithë lumturinë e ti të përfshirjes së bërit diçka. Sepse në momentin që ti shkon aty, një fëmijë vjen aty dhe synimi i vetëm i tij është të jetë para shoqeve, domethënë shoqet janë më të dobta se sa ajo. Atëherë ne kemi një fëmijë që nuk është i fokusuar të marrë kënaqësi nga një orë, nga i kërcim ose nga ajo gjë, po ka kënaqësinë ajo e merr vetëm kur është e para. Këtu humbet gjithë rrugtimi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sidomos në kursin tim, unë këtë gjë e kam shumë të rëndësishme që gjithë fëmijët të përfshihen, të kënaqen dhe jo të jetë të parët. Kjo është një konstatim që dua ta ndaj me shiu dhe keni arritur në këtë përfundim në të gjitha episodet, psikologë, mësuese, psikoterapiste,
janë ato që kanë konstatuar të njëjtën gjë që ju sapo thatë. Do thotë është në ditën e sotme kudo që shkon dhe është i njëjti mjedis dhe e njëjta gjuhë që flitet te fëmijët. Unë do të marr të tregoj një histori, meqense Patjetër mund me një vajzë që më ka ndodhur tani afër para 1 muaji, 2 muajsh, se ka raste shumë të ndryshme. Një vajzë vjen dhe unë arrit ta kuptoj direkt se kush është një fëmijë që do të jetë para, ka egon që në moment sepse kjo vjen nga prindi, mënyra domethënë prindi e shtyn shumë, ti thotë ti je më e mira, ti duhet të jesh më e mira, ti duhet ta bësh patjetër këtë gjë. Domethënë këtu fillon fëmia thotë, "Oh, prit se unë ç'a ndodh? Vjen me 2 fustane. Vjen me 2 fustane në çantë. Ndrohet me fustanin e parë, me veshjen e parë. Vjen në 10 minuta dhe më thot mua, do iki të ndrohem. Ngela, si të ndrohesh ti? Je e veshur, po bën valet. Jo, do ndrohem, shkon vesh fustanin tjetër. Dhe vjen me fustanin tjetër. Dhe dilte para shoqeve që ti shikonin të gjitha fustanin. Domethënë donte një vëmendje dhe diçka që ajo të ishte patjetër në qendër të vëmendjes që të ishte më e mira. Dhe mbas 10 minuta shkoi prapë ndroi fustanin. Domethënë pavarësisht rregullave që keni ju që të gjithë do të jenë uniform atë. Shiko, unë rregullat nuk i kam, unë i kam deri diku strikte, por jo dhe aq, sepse nuk mund të, domethënë i kam strikte kur bëhet fjalë te kjo pjesa e vëmendjes. E qartë. Ti mund të vish me një veshje normale baleti, po jo me një veshje të egzageruar. Dhe sigurisht që nuk mund të vish me shumë veshje, sepse ti nuk po vjen për atë gjë, nuk po vjen për të ndjekur dhe për të kënaqur tek ajo gjë që do bëjmë, po vjen thjesht për të treguar që unë kam 2 veshje, që ti, domethënë për të marrë të vëmendjen. Dhe unë i thash që nuk është e nevojshme që kjo gjë të bëhet. Fola dhe me prindin e vet, i thash shiko, do të punojmë kjo gjë, sepse nuk do kënaqet asnjëherë në asgjë që do bëj, sepse do jetë gjatë gjithë kohës në atë që unë duhet të jem e para, unë duhet të jem në qendër të vëmendjes. Është shumë e gabuar. Domethënë prindrit duhet patjetër të punojnë, edhe mësuesit sigurisht, po edhe prindrit sepse prindrit janë më afër dhe normalisht e kanë çdo ditë flasin me fëmijën. Po në raste të tilla kur fëmia është i mbyllur, është pak social, më i tërhequr, çfarë ndodh domethënë në momentin që vjen në studion tuaj dhe vazhdon atë kursin dhe shikon që të tjerat mund të jenë më mirë, është e pjesa që izolohet më shumë apo është pastaj puna juaj që vazhdon? Kjo është domethënë nëse ka kënaqësi më të madhe që mund të marrë një mësues, mendoj unë, është që kur ke të bësh me një fëmijë të tillë, është që këtë fëmijë ta çlirosh totalisht. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Duhet patjetër mësuesi të punoj shumë tek fëmijët që janë të mbyllur, që do të thotë e para, duhet i heqin gjithë sikletin, jo duke vënë duke sikletin. Sepse në momentin që ti e vën duke sikletin, sikleti bëhet më i madh. Por ka mënyra shumë të ndryshme, ti e shikon me vëmendje se ku ajo qesh, ku buzëqesh, aty ti fillon dhe të gjesh ato pikat. Të gjesh pikat, domethënë marrësh një shembull tjetër, kam një vajzë që tani ajo është është akoma e vogël, 15-16, po është deri diku po vjesh pjesë stafit ton. Ajo ka ardhur që 5 vjeç, 4 vjeç. Ka qenë fëmia më i ndrojtur, domethënë çante për gjën më të vogël. Arriti i kaloi të gjitha etapat dhe sot ajo nuk ka, domethënë ajo thot gjëja që më keni bërë, domethënë që më keni çliruar totalisht nga ajo emocionet dhe nga ato le të themi turpin që ajo kishte në mendjen e saj, dhe tani është totalisht e lirë. Liria është gjëja më e çmuar që kemi dhe duhet të punojmë që dhe fëmijët të jenë të ndihen të lirë, të bëjnë veprimet e tyre të pa mure. E qartë, ajo është. Duke parë disa video të punës tuaj në Instagram, në rrjetet sociale, dhe i shikoja të gjitha ato ishin të veshur me ngjyra vezulluese dhe tamam gjante magjike, dhe kush e di, domethënë se si mund të jetë për ata fëmijë, se si e shikon, cilat janë reagimet që ato bëjnë kur vinë tek ju. Shiko. Sepse një fëmijë 5 vjeç, 4 vjeç me falqimin të preva, i ka ato të momentit dhe vin shumë ekspres. Po. Edhe është e fortë se kur kam klasa joge, mbasi mbaroj baletin dhe nga që vinë gjithë fëmijët me xixa, gjithë xixat i ke aty dhe kur vinë të rriturit, thonë, "Oh, diqëm nga xixat." Po ajo është shkëlqimi i baletit. Fëmijët e vegjël i kanë qef ngjyrat, është kënaq. Edhe kush nuk i ka qef ngjyrat në fundin. Ngjyrat janë jetë, kështu që
Mendoj që ato janë aq të sinqertë sa që ta kuptojnë shumë mirë se ku është lumturia. Pavarësisht se neve kur rritemi e humbim atë, i humbim magjin, edhe bëjmë shumë gabim që e humbim magjin. Po si e shprehin me fjalë fëmijët? Çfarë mendojnë ose atë kursin e kërcimit ose orën e kërcimit tek ju, si e shprehin me fjalë? Cilat janë fjalët që ato gjejnë për ta përshkruar? Domethënë vinë dhe tregojnë, shiko çka kam veshur unë sot. Okej, kur e bëjnë një herë është mos e normale, po pastaj kur fillojnë dhe bëjnë masive, atëherë pastaj nuk jemi mirë. Po është kënaqësi sepse qeshin, i ndjen mirë me veten, ndjen mirë me veshjen. Dhe ndodhe kjo gjë tjetër kur vinë fëmijë të rinj, aty kemi pastaj probleme. Pse? Sepse kur vinë dhe shikojnë, kur nuk janë të veshur me veshjen e duhur, nuk futen, nuk ka shanse. Domethënë, vinë dhe shikojnë fëmijët gjitha me fustane. Edhe pastaj edhe e shohin mamën kështu, edhe shohin që janë me streçe ose jo, nuk bëjmë balet sot, thonë jo, edhe fillojnë pastaj dua fustanin, dua këtë, tash është mos e normale se baleti ka këto gjëra. Patjetër. Kështu që po prindrit, të kalojmë pak te pjesa e prindërve. Si e krahasojnë ata një aktivitet tjetër ose pjesën e shkollës me kërcimin? Do flasim për pjesën e emocioneve, se si fëmia i përcjell emocionet, domethënë emocionet që ka në klasën e kërcimit dhe emocionet që ka në shkollë, në një aktivitet, mund të jetë një basketbol, mund të jetë një kurs pikture, një krahasim. Unë mendoj që nuk mund ta krahasojmë këtë gjë me llojin e sportit. Unë them vetëm prindrit duhet të shikojnë se sa i përfshirë është fëmia në aktivitetin që bën. Që thot një djali im për shembull ka qef të luajë futboll, nuk do të kërcej. I madhi, i vogli po do të kërcej. Domethënë, ideja është që kur shkon, bën një aktivitet, po u përfshi dhe u ndje mirë dhe merr maksimumin dhe nga shoqëria dhe nga mësuesi dhe nga vlerësimet nga grupi, kur vlerësohet dhe kur ti merr atë, kur vjen në shtëpi i lumtur, i buzëqeshur, për mua, si prind për shembull, flas si prind, ky është arritja më e madhe që fëmia të vijë i buzëqeshur. Pastaj, se ka talent, le të themi për të bërë, se nuk ka, kjo është pastaj një fazë tjetër që mësuesi duhet ta vendosi, ka talent apo jo. Por më e rëndësishme është për çdo prind është kudo që çon fëmijën, që fëmia të jetë të vijë i lumtur. Po erdhi i buzëqeshur, ka arritur dhe është përfshirë në atë gjë që po bën. Po ka momente që vin të lumtur dhe pastaj është ajo pjesa që mund të jetë dëshira e prindrit për ta sjellë, thjesht për ta përfshirë fëmijën në një aktivitet për të zënë kohën. Është e gabuar. Ose duhet prindit të gjejmë mënyrën se si ta përfshi. Domethënë, ose me zor le të themi nuk bëhet. Nuk mund ta bëjmë dot një gjë me zor. Mendoj që ka njëri sot, vetëm nga po patë në një hall të madh do ta bësh një gjë me zor. Po flasim për fëmijë, kështu që nuk besoj se duhet patjetër të bëjë një aktivitet me zor, ose nëse prindi ka dëshirë ta fusi në një aktivitet, duhet të punojë me fëmijën në mënyrë të tillë që t'ia bëjë shumë argëtuese ose ta gjejë se ku fëmia është. Çai të përshtas aktivitetin e duhur për fëmijën. Patjetër, sepse është prindi i parë që duhet, po nuk mund të vish ti mua për shembull jam rastin një vajze. Më ka ndodhur edhe që kanë 3 muaj, nuk ka dashur më, ka që janë të vegjël, janë 3 vjeç e gjysmë le të themi. Ka marr maksimumin nga aktiviteti, domethënë 3 muaj, ka ardhur një moment që nuk ka dashur të vi më. Ka pasur edhe raste që prindi ka dashur me zor që të vazhdojë. Dhe tu qaj, fëmia ka qenë duke qarë. Dhe kam thënë fal, po fëmia nuk do të vi. Tani kur nuk do, domethënë që nuk do të kënaqet më në këtë gjë, do diçka tjetër. Nuk do ta bëjmë më këtë aktivitet. Arsyet janë të ndryshme, ndoshta edhe lodhet, domethënë lodhet dhe më shumë se sa ç'duhet. Sigurisht që puna e mësuesit jo gjithmonë le të themi, po marr edhe veten time këtu, un jap maksimumin njësoj për të gjithë, por ka raste që një fëmijë për shembull nuk e do më këtë gjë. Mërzitet. Dhe do të ndryshojë. Do diçka ndryshe. Sigurisht që mund ta kur është janë mosha të vogla do ta testosh në shumë vende derisa fëmia të gjejë aktivitetin që e do shumë dhe nuk do ta ndaloj asnjëherë. Dhe këtë gjë duhet ta bëjnë të gjithë. Kështu që dhe prindi tani insistonte, i thash më fal, po nuk mundesh ta bësh këtë gjë sepse fëmia jot po kalon një traumë tani për shembull. Qartë. Si mund ta detyrosh? Nuk do. Pik. Dhe ti du ta dëgjosh. Ti mund të kesh punët e tuaja, mund të kesh lënë punët e tuaja, çfarë do lloj gjëje të kesh lënë më mbrapa, do ta çojë fëmijën në kurs baleti, do të shkojë të bëjë diçka tjetër. Hiqi planet, anulloj në ato momente se fëmia nuk do më.
Dhe ose qetësohet për 2-3 herë, për shembull nuk vjen dhe pastaj ti e teston prap, ke dëshirë të shkojmë apo jo. Dhe aty pastaj por kur janë moshat vogla kështu janë shumë domethënë ndrohen, janë shumë të vështirë. Domethënë ka një pjesë që qëndrojnë, siç u thash, grupet e mëdha që kam janë gjithë që kur janë të që kanë ardhur që nga të vegjël, po janë pak që rezistojnë sepse njerëzit domethënë normalisht eksplorojnë në eksplorojnë aktivitete të ndryshme dhe shumë mirë që ashtu duhet bëjnë gjithë. Ashtu duhet që fëmia të gjejë, jo vetëm atë kur ka qenë fëmijë që mund të ketë mbetur dhe vazhdon me atë rutinën pastaj dhe mbetet aty. Po grup moshat duke nisur nga ajo që edhe ju thatë 3-4 vjeç, kur janë grup moshat kur starton kursi kërcimit? Unë mendoj që është mbas moshës 3 vjeç e gjysmë. Sigurisht që ka dhe raste 3 vjeç. Por në moshën 3 vjeç, një fëmijë është i lirë të bëjë çfarë të dojë. Nuk mund t'i thuash një fëmijë 3 vjeç, hajde ti bëj televizion. Nuk mund t'i thuash rri aty ulur ose shiko mos bëj zhurmë. Për mua nuk më duket normale t'i thuash një fëmijë ti mos ik atje në moshën 3 vjeç. Domethënë sigurisht që do t'ia thuash do t'ia thuash, por një fëmijë 3 vjeç e gjys 4 i thua shiko tani jemi në kurs, do bëjmë këtë gjën dhe e kupton. Po një fëmijë 3 vjeç fillon. Ui, vrapit, grande këtej, po është problemi se mund të vriten. Dhe pastaj po pjesa tjetër kur shofi një fëmijë 3 vjeç që fillon, as imiton njëri tjetrin. Pastaj kalojmë në një kurs, le të themi ku luhet. Luhet, por jo nuk luhet se po mos ta ngatrojmë. Luhet jo duke kërcyer. Po luhet thjesht duke bërë muj. Është konfuzioni i grupit. Këtu pastaj unë nuk e kam problem të luajnë, unë personalisht. Unë e kam problem mos më vriten. Se njëri rrëzohet, bie sipër tjetrit, përplaset dhe pastaj nuk janë kushtet në një studio baleti që të jetë një vend playground, që të ka kushte le të themi që është i mbrojtur nga përplasjet, nga kështu që këtu për ne them mbas moshës 3 vjeç e gjysmë. Kam dhe fëmijë 3 vjeçë. Por janë të dëgjueshëm, domethënë janë të dëgjueshëm kuptimin që qëndrojnë, të dëgjueshëm, marrin pjesë. Se mos ta keq kuptojmë këtë, përfshihen, kur përfshihen. Ndjekin instruksionet ato çfarë ju realizoni. Po koha për shkak që të bëjmë një pasqyrim të asaj që duhet ose praktikisht një prindër duhet të ketë parasysh nëse vendos që fëmia e tij të bëjë aktivitet baletin. Sa herë në javë, sa kohë, ose duhet të ndjek individuale nëse fëmia ka të dëshirën e shtuar. Janë disa opsione. Opsioni më normal është 2 herë në javë, që pjesa më e madhe ndjekin 2 herë në javë. Pastaj ka klasa profesionale që kemi vetëm një klasë profesionale. Klasa profesionale është fëmijët, nga gjithë fëmijët që kemi janë vetëm 10 elemente zgjedhur, ne kemi 2 studio, nga 2 studiot janë vetëm 10 vajza që janë të talentuara për ta bërë këtë gjë, për ta ndjekur si zanat në vazhdimsi. Këto punojnë më intensivisht, punojnë 4 herë në javë, që dhe prap unë them edhe nusja ime thotë është prap pak, sepse duhet të punojnë çdo ditë. Punojnë nga 2 orë në ditë minimumi, ka raste që punojnë nga 4 orë në ditë. Domethënë ndahen. Kush vjen për 2 herë në javë është për thjesht një aktivitet fizik normal, kush do të bëhet profesionist pastaj 2 herë në javë është shumë pak. Po në fillimet nëse është hera e parë për shembull një fëmijë që prindri vendos që ta çojë në një kurs baleti 2 herë. Po, 2 herë në javë është më se normale. Është më se normale, 2 herë në javë, edhe 3 herë në javë. Domethënë ne nuk kemi klasa 3 herë në javë aktualisht, përveç klasa po flasim fillestare, kemi 2 herë në javë. Besoj se është e mjaftueshme që dhe mos i dali nga qefi aktiviteti. Çfarë mësojnë ndryshe fëmijët në një klasë kërcimi nga një klasë në shkollë? Në klasë shkollë ti ke shumë lëndë. Jo çdo lëndë të pëlqen, po je detyruar që ta bësh. Kur je detyruar, ti fillon s'ke më vëmendje. Kur s'ke më vëmendje s'po mëson asgjë. Kurse në një klasë kërcimi ti vjen me dëshirë, do ta bësh të gjën sepse dhe ti përfshihesh totalisht në atë gjë. Domethënë ndryshimi është që sigurisht që në shkollë ti merr shumë, sepse jo çdo klasë është, jo çdo lëndë është e mërzitshme për ty. Por aty ka ca rregulla që le të themi kështu janë të ndërtuara që duhet të jetë për mua për shembull, për mënyrën se si e dua unë. Është komplet tjetër gjë, mënyra se si duhet të punojnë.
për mua duhet të jetë edhe shkolla duhet të jetë një lloj përfshirje, le të themi. Që ju e përmendët që në fillim pjesën e disiplinës, duhet të jesh më mirë një mësues i rrept apo një mësues liberal? I rrept kur. Por dhe pjesa e liberalit, të thash, duhet të jesh, nëse je liberal, duhet të jesh aq i zgjuar si mësues që ti bësh fëmijët të vetë disiplinohen nga argëtimi dhe nga përfshirja. Kur je liberal, kur nuk je pastaj nuk di ta bësh të gjë, do bësh të rreptin. Po për të rreptin do fillosh të krijosh probleme tek fëmijët. Kështu që mendoj i rrepti bie poshtë. Si pjesa në momentin që ju një prind e sjell fëmijën te kursi juaj dhe pret ato pritshmëritë e tij që fëmia do mësoj sikur edhe për një periudhë 3 mujore dhe nuk shikon atë progresin ose atë çfarë i priste nga fëmia, nga ky kurs. Kjo është pyetje shumë e bukur, shumë e mirë. Ka shumë prindër që kanë shumë pritshmëri. Unë gjithmonë i them prindërve, gjëja më e rëndësishme për një fëmijë është të kënaqen e para. Qofse ti pret që për 3 muaj ta bësh balerin, është e pamundur. Jo fëmia, po dhe më i talentuar i tjetë në botë, nuk ka shanse, nuk bëhet. Por sigurisht që nuk është se nuk mësojnë dhe kur dalin në shfaqje që bëjnë shfaqje, aty shikohet pastaj se sa punë është bërë me fëmijët. Shikojnë që mbajnë mend lëvizjet, i mbajnë mend koreografitë që kanë mësuar, nuk është se nuk marrin gjë. Domethënë ideja është që duhet ka një pikë kulminante. Kur kanë pikë kulminante kursi, që është shfaqja, që ne bëjmë 2 shfaqje në sezon, aty janë para përgjegjësi se ti do tregosh, edhe unë i them, do të shikoj mami, do të shikoj çfarë ke mësuar, që do ta mësosh mirë këtë gjën që ti të kënaqesh edhe të dalësh sa më mirë edhe mami të buzëqeshë kështu edhe opa fillojnë dhe përfshihen dhe kjo është mënyra. Dhe aty pas sigurisht që dalin dhe ka sukses, ka pasur sukses gjithmonë se për fëmijët mësojnë gjëra të lehta normalisht për moshën e tyre, por mësojnë dhe dalin me sukses. Është qartë, po një gabim që mund të bëjnë prindrit përveç përzgjedhjes ose asaj insistimit që ju edhe thatë që fëmia duhet të vazhdojë kursin e baletit. Edhe pse dëshira e fëmijës nuk është ai të vazhdojë. Një gabim tjetër që mund ta bëjnë prindrit pa dashur, jo të qëllimshme. Duke nisur me qëllimin e mirë, por që nuk është në të mirë të fëmijës. Ja thash në fillim që ti thuash fëmijës që ti duhet të jesh më e mira. Ky është gabimi i parë, mendoj unë. Pastaj vjen ajo pjesa tjetër që është me zor. Sepse e shpjegova gjithë pjesën. Ky është gabimi më i madh që bëjnë prindërit jo vetëm te kursi i baletit, por dhe në shkollë. Duhet të përfshihen. Domethënë, dhe po ta shikojnë veten e tyre, se duhet të shikojnë edhe veten e tyre, kur shkojnë në një aktivitet dhe ikën vëmendja, ikën sepse nuk kënaqen. Nuk mund të mësosh nëse ti s'përfshihesh. Yoga për shembull e thot është gjëja më e rëndësishme, përfshirja. Nuk mëson asnjë gjë. Domethënë shko kotëri aty. Kështu që edhe kjo pjesa pastaj se nga e bëra muhabetin e ngatrova, egoja shkatron vëmendjen sepse vëmendja është diku tjetër. Është qartë. Po pjesa e jogës aplikoni apo akoma me fëmijët ose me adoleshentët? Apo vetëm e të rritur? Neve, duke qenë se bëjmë dhe klasa baleti, unë ja kam dedikuar jogën të rriturve. Jo se s'bën klasa joge për fëmijë, por nuk kam orë të lira për t'i dedikuar një orë joge, sepse janë, domethënë kaq është dita, le të themi. Por që sigurisht që edhe për fëmijët është shumë e rëndësishme të bëjnë joga. Por tek studio jonë janë të rriturit. Okej, duke marrë pjesën aspekti si profesionist, duke marrë parasysh një pyetje ose një trend pothuajse që është bërë që të gjithë kopshtet, pothuajse në Tiranë, edhe në rreth, nuk di ta them këtë pjesë, por në Tiranë të gjithë ofrojnë kurse joge, ofrojnë orë joge, domethënë që lidhet me pjesën e fëmijëve. Çfarë përfitimi direkt ka fëmia nga pjesa e jogës? Është kjo pra rritja e vetë vlerësimit, domethënë tani tek pjesa e jogës për fëmijë nuk është se
unë personalisht nuk është se jap klasa për yoga për fëmijë, jap vetëm klasat e kërcimit. Sigurisht kam bërë disa teste, kam dhënë, e kam provuar, por që është një lloj aktiviteti, mendoj unë, si gjithë të tjerët, me lëvizje të caktuara dhe gjithë gjëja është të përfshihen. Sigurisht që për fëmijë është më e këndshme sepse ti imiton kafsh. Në yoga për shembull është ndërtuar me emra kafshësh, lopa, është ndërtuar qeni me kokën lart, qeni me kokën poshtë, jo luftëtari. Kur e çojmë tek fëmijët, atëherë këto emra kafshësh ti thjesht bën imitime që ato ti thua do bëjmë lopën dhe ato bëjnë lopën, edhe bëjnë një aktivitet fizik me poza të ndryshme dhe me një histori të ndryshme. Mund të bësh dhe një histori gjatë kësaj, një prallë dhe ato ndjekin. Kjo është përfshirja që i bën. Kjo është një gjë pozitive atëherë dhe përfitimet janë patjetër shumë të rëndësishme te fëmia. Sepse bëjnë aktivitet fizik, lëvizin, kalojnë 1 orë duke u përfshirë në atë gjë në atë prallë edhe kjo është. Po pjesa e menaxhimit të emocioneve është përveç vëmendjes ose ajo dëshira ose mos dëshira për të ardhur. Ka patur momente kur fëmia nuk ka arritur ta bëjë një kërcim ose një lëvizje, ato shpërthimet e momentit. Po ja të them, rastin para 2 ditësh kur të shtunën. Vjen një vajzë e re, domethënë 9 vjeç. Tani njerë është emocionet janë sapo vinë edhe fëmijët po bëhen shumë emocional. Kanë shpërthime, domethënë shumë që në moshë 9 vjeçare, se le të themi 12-13 është normale se janë adoleshent, po që tani që në 9 kanë filluar. Dhe kemi një koreografi që kjo ka ardhur e re dhe normalisht kur vjen një fëmijë i ri duhet të qëndrojë mbrapa grupit që të përshtatet dhe të mësojë lëvizjet dhe tani çfarë bënte, duke qenë se mami i thotë je më e mira. Përsëri, ti nga këtu ku je mbrapa, fillon edhe e bën lëvizjen dhe del para, po pa e ditur çfarë do bësh. Sepse ti nuk e di ti sa ke ardhur. Dhe i thash njëherë të lutem, mos dil aty, po qëndro këtu që ta mësosh për veten tënde, mos sepse po shkove përpara s'ke ku shikon. Dhe shpërtheu. Po tha, ku të shkoj unë, tha, ja, këtu e kam vendin unë, tha, do eci përpara. Dëgjoj, thash, po, ti, po ta shpjegoj edhe një herë që nëse ti eci përpara, ti nuk e bën dot kërcimin, sepse nuk e di. Jo, po s'ka më tjetër, filloi duke ngrit zëri dhe ngela, nuk e prisja, domethënë që të kishte atë lloj shpërthimi. Dhe pastaj i thash grupit, "Ok, vazhdoni" dhe i fola veç, i thash gjë këtu. Nëse ti nuk e di se si të shkosh atje, më thuaj mua që si të shkoj unë këtu mbrapa, si të qëndroj unë këtu mbrapa, dhe unë ta shpjegoj. Por nëse ti do të rish përpara, sepse ti ke dëshirë të rish përpara, atëherë ti duhet ta bësh një herë, duhet ta mësosh një herë, ma trego mua që ti e ke mësuar dhe pastaj unë ty mund të të vendos përpara. Po jo pa e ditur, jo pa e përfituar këtë gjë. Edhe ngeli, dhe i thash, hajde çau dhe do ta bëjmë kështu, tak do shkosh kështu. Je i qartë tani? Po. Dhe u qetësua, domethënë shpërthimet janë, edhe një djalë pastaj, një djalë ai ka para një 5 vjetësh, e përshëndes shumë Noelin, është aktor tani. Ai ishte mosha 8-9 vjeç kështu. Ai filloi shpërthime, pse ti mua më vendose këtu? Reagimet. I thash, mora babai në vend telefon, edhe i thash, "Gjoj, nuk po e kuptoj më, se kisha që 3 vjeç e kam pasur, ishte 9. Nuk po e kuptoj më pse." E tha ka filluar, kishte filluar i momenti dhe pastaj ndeti e qetësova, dhe Noeli tani ka vazhduar ti që është aktor, ka marrë pjesë në filma, kështu që që ka momente emocione të mërisht manifestohen në forma të ndryshme. Po duhet të jesh shumë i zoti si mësues. Atë që ju po shpjegoni dhe vuraresht ajo pjesa që pjesa e tjetër e grupit vazhdoi dhe ju vazhduat privatisht me fëmijën. Janë këto pjesa që është pikërisht e mësuesi ose instruktori që duhet të di se si të flasi, të komunikojë dhe ta përfshi. Fëmijët e tjerë të mbysin. Në momentin që ti je në qendër të vëmendjes, kuptim mbysin thonjza, domethënë në momentin që ti e vë dikon në një qendër të vëmendjes dhe kur të tjerët kthejnë kokën dhe po e shikojnë të gjithë, ai bukoset më shumë dhe fillojnë emocionet të shpërthejnë më shumë. Kështu që ti duhet patjetër ta ulësh dhe pjesa tjetër të vazhdoj punën dhe ti merresh veç me fëmijën që mund ta kaloj atë moment të vështirë le të themi për të. Po në momentin nëse një prind vjen dhe ka fëmia mund të ketë vështirësi të ndryshme, për shembull, mund të ketë problematika në ecje, mund të ketë
ndonjë çrregullim që mund të jetë me një X diagnozë të caktuar. Nuk dua të përmendim diagnoza. Dhe vjen në kursin e kërcimit. Kam pasur dhe raste të vështira. Si janë puna juaj, si është puna në këto momente? Normalisht raste të vështira ne nuk, domethënë në një klasë, ato duan, domethënë këto personat, le të themi me aftësi ndryshe, duan klasat dedikuara që janë për ata, nuk mund ta bëjnë dot. Pse? Sepse ti nuk e përfshin dot me grupin. Domethënë ose më saktë unë kam gabim si mësues, ndoshta unë po flas gabim, ose nuk kam eksperiencën, nuk jam i kësaj fushë, le të themi që ta them tamam, por nga eksperienca ime që kam testuar, ka qenë shumë e vështirë përfshirja me grupin dhe mbajtja e le të themi e rregullt e klasës e orës mësimit, se në momentin që ti ke për të shpjeguar ose pastaj do kesh një hapësirë tjetër vendi që ti duhet ai të mësoj me dikë tjetër, ose kur e përshtat me grupin, ti do shpjegosh për grupin. Në momentin që ai person të ulëret në moment, ikën, ti e vëmendja ikën, nuk shpjegon dot asgjë dhe edhe plusi është do të kesh dhe kushtet e përshtatshme. Mendoj që këto janë vende të posaçme që dhe njerëzit profesionistë që ta merren. Po, patjetër, është dhe shumë e rëndësishme kjo gjë. Po pjesa kur prindri vjen me ankesë nga shkolla, problematika sjellje të themi se në ditët e sotme mund të ndodhin nga kopshti ose nga shkolla që është shumë i lëvizur, nuk do të bëj asnjë gjë. Në të tilla raste, fëmijët që kanë ato problematika të sjelljes, kundërshtime, refuzime, kjo pjesa dhe janë shumë normale fare. Kjo është një gjë shumë pozitive për gjithë prindërit që na dëgjojnë. Kjo është. Si mund të jetë një fëmijë i tillë kur nuk pranon dhe refuzon? Refuzon të bëj, të kërcej ose tani normalisht ti nuk mund ta detyrosh. Do ulet, pastaj do fillosh të vendosësh një këngë ose diçka që ai mund ta ketë qef ose ajo mund ta ketë qef, do fillosh ta përfshish avash avash me grupin dhe do fillosh të përshtatesh. Kjo është. E qartë. A keni marrë ndonjë mendim nga prindrit ose një feedback, cilët janë ato që ju kanë mbetur në mendje gjithë këto vite kohë? Feedback pozitiv në rezultate me fëmijët ose edhe mos rezultate, ajo që kemi marrë shumë dhe kënaqësia jon më e madhe është ose më saktë është kur ne shikojmë prindër të lumtur dhe fëmijë të lumtur dhe të kënaqur me punën tonë. Kemi marrë shumë feedback, kemi domethënë edhe klientë që vazhdojnë, kanë shumë vite tek ne, edhe një gjë, një vajzë, Klara, që përshëndes nëse po na ndjek. Klara çdo 7 mars, tani është 25-24 vjeç, ka ardhur tek ne 9 vjeç, tani nuk vazhdon më. Çdo 7 mars na sjell lule. Dhe thotë që ndikimin që keni pasur ju tek unë ka qenë shumë i madh. Dhe unë e falenderoj shumë sepse kënaqësia më e madhe është kur ne marrim këtë gjë që kur ti ndryshon diçka tek ai fëmijë, ndryshon një lloj, i jep një liri, i jep një buzëqeshje. Kjo është kënaqësia më e madhe që mund marrë një mësues, mendoj unë, çfarë do lloj fushë. Rishard, por nëse një prindër është konfuz për ta çuar fëmijën në balet ose një aktivitet tjetër, cila do ishte ajo jo argument ose thjesht një koment mbi kërcimin që do e bëni që ai prind të vendosten 100% që fëmia e tij duhet të vazhdojë baletin? Nëse një mësues baleti shikon fëmijën ti e çon një herë ose aty do të thuash pse do ta çoj? Po, pse duhet të zgjedhë baletin dhe jo një aktivitet tjetër? Sepse baleti është bashkëpunues, të jep, domethënë të jep rëndësinë që ka puna në grup. Të jep që ti të jesh në atë moment, vetëm në atë moment pa menduar, kur ti kërcen, kur një fëmijë kërcen, është aty i përfshirë 100% se s'mund të mendoj asnjë gjë tjetër. Kur ti nuk mendon, ti je në të tashmen plotësisht, se këtu po flas me jogën. Ti je në të tashmen. Kur ti je në të tashmen, e tashme është lumturia më e madhe, kur ti arrin të jesh aty. Në 100% dhe kërcimi ta jep këtë gjë. Kur ti kërcen, jo vetëm në kurs baleti, po edhe kur shkon kur del, ti kërcen ndasëm për shembull. Kërcen një valle. Ti je aty, po kërcen, ke lumturi, ke kështu që
Pse mos t'ja jepni, se po drejtohem drejt për drejt, pse mos t'ja jepni këtë kënaqësi fëmijës kur ka dëshirë ta bëj këtë gjë. E qartë, duke qenë se rrjetet sociale tani janë të shumta dhe të gjithë kanë akses, po ndonjë adoleshenti, çfarë do i thoni nëse është akoma i pavendosur, mund ta ketë dëshirë, por nuk e ka vazhduar ose mund ta ketë ndërprer? Nëse doni të vini, nëse e doni kërcimin, nëse e doni këngën, nëse vendosni kufjet dhe ju kërceni me kufje në vesh, duhet vini ta bëni në mënyrë të profesionale, të mësoni më shumë se sa ajo që ju bëni vet. Kështu që pse mos vini kur doni ta bëni. Patjetër është ajo dëshira dhe të shijojnë momentin, të jenë në momentin. Edhe një gjë, se duhet të them një gjë, për baballarët tek çunat, se ne kemi mungesë shumë të madhe çunash. Dhe kjo është një gjë, më fal që do e theksoja dhe në fund ishte pyetja më pas. Okej, ma bëj pyetjen. Ishte ajo që edhe ju e keni konstatuar, por nisun nga grupet që janë 1 ose 2 çuna. Problemi madh dhe e di kush është gjëja më që unë i them gjithmonë, edhe mamave dhe babave, po mirë i them. Pse do t'i çoni çunat në një kurs, le të themi që do jenë vetëm me çuna? Pse nuk i sillni në një kurs ku ka dhe goca, që të mësohen dhe në marrëdhënie me gocat? Domethënë, është absurde që nëse kanë një çik edhe nga shoqëria, se tani Po është ndryshe të flas sepse të shkosh në kurse basketbolli, pavarësisht se basketbolli njihet më shumë për meshkujt, ka vajza që janë nga grup mosha të ndryshme, për shembull 4 deri në 8 vjeç, 9 vjeç, ka edhe vajza dhe pothuajse janë në mënyrë të barabartë. Atëherë pse nuk duhet të ketë në balet? Jo, nëse në sportet e tjera janë pak të ndara, domethënë janë të ndara për shkak të fizikut, le të themi. Domethënë sepse fiziku i çunit duhet luaj me çunat sepse janë, le të themi, ndryshon me të vajzave. Po. Kurse në balet, në kërcim, djemt janë shumë të rëndësishëm në marrëdhënien, domethënë në bashkëpunim, në koreografi. Nëse ne s'kemi djem, ne nuk ndërtojmë dot. Sepse ti nuk ke çfarë tregon, domethënë kërcimet kryesisht janë çift. Unë nuk e kuptoj këta djemt që do vinë mbas 10 vitesh, nuk e di se si do ja bëjnë, do rrin ulur, do dalin, nuk do çohet asnjëri të kërcej, vetëm kur vinë për dasma pastaj, se ka dhe raste, vinë vera, mësojnë gjithë kurset e dasmave që bëjmë ne paramartesore, janë gjithë sjellin gra, domethënë nuse sjellin burrat e tyre për të mësuar të kërcejnë se nuk din. Imagjinoj është tani, imagjinoj sa do jetë, sepse nuk vinë, duhet mësojnë të kërcejnë për veten e tyre, për kënaqësinë dhe të kenë edhe bashkëveprim me gjinin tjetër, sepse është shumë e rëndësishme, jo vetëm meshkuj shkojnë grumbullohen një grup çunash, grumbullohen një grup gocash dhe nuk bëhet ajo distanca. Kështu që pse jo mos juaj që ju po ju drejtoni prindërve, babave në këtë rast. Sillni çunat në balet, të kërcejnë me gocat, mos i lini vetëm me çunat. Kjo është. E qartë, ajo pjesë argumenti që ju edhe sapo e thatë. Patjetër duhet të kenë bashkëveprim me njëri tjetrin. Domethënë duhet që të mësohen dhe sepse çunat pastaj fillojnë, jo, unë jam çun, unë jam gocë. Socializimi, marrëdhënia, koncepte që ato bëjnë. Pa përfshirë pjesën e përfitimeve fizike dhe pastaj mësojnë të kërcejnë, po mësojnë të kërcejnë, do martohen nesër pas nesër. Plus që do njohin një vajzë, do jetë më e thjeshtë për ata të ftojnë të kërcejnë. Sepse rrinë gjithë tu, dalin, godën dorë. Edhe, jo, së qohem unë. Kam ca shok të bi që nuk janë balerinë, kanë të shumë të vështirë të qohen. Jo, unë s'di të kërcej, kam tur për shembull, jo, unë të kërcej. Pse duhet të jetë kjo gjë? Domethënë jashtë, për shembull, marr krahasim me jashtë shtetit, se në Shqipëri ndodh ky fenomen, se jashtë nuk është. Jashtë kërcejnë, kënaqen. Atë pse ndodh në Shqipëri, duhet qenë se jeni i fushës dhe keni këto mendojmë është mentaliteti pak mentaliteti, le të themi, baballarëve kryesisht që thonë çuni im kërcej. Domethënë kanë si, le të themi, e quajnë si turp të kërcej një mashkull. Nuk e di pse ka hyrë kjo gjëja tani, se nuk ka qenë, më përpara ka qenë tjetër gjë. Domethënë, nuk e di pse kemi shkuar te kjo pjesë. Duhet patjetër ti çojnë, të mësojnë të kërcejnë që të vegjël. Kam çuna, shqyr, kam sa çuna, 4 çuna kam. Okej, mirë. Është një numër, krahasuar me studiot e tjera. Ndonjë gjë të fundit në këtë episod për të gjithë ata që na ndjekin, pavarësisht se i përmendëm pothuajse,
ndonjë gjë nga puna juaj? Duajeni sportin, duajeni artin, duajeni veten mirëqenien e shëndetit, lumturinë, domethënë lumturinë e merrni vetëm nga këto lloj aktivitetesh dhe që janë shumë të rëndësishme për fëmijën tuaj. Faleminderit që ishi pjesë e këtij episodi. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe mirupafshim në episodin e radhës.